Rivalet e Rafshit të Dugagjinit, dy qytetet Kojshi sonte po ndeshën në ndeshjen e 4 dhe të fundit si vetë në midis veten kuadër pjesë rregull të kampionatit të adhurues basketbollit ku do qenin këto qaste Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se po vazhdoni të qëndroni me Artmoshën adresën numër 1 sportit shqiptari dhe një tjetër ngjarje të bukur basketbolli. Bashkimi Vllaznimi direkt nga Seza i Suroj, këto që është e gatshme për duelin e sotëm dhe topi i parë, kontakti i parë i tij. Lufta atje. Lejson Zeqiri për mrekulli me rolling. Lejsonin në pozitën e postit të ul. Lake depërton pranë Joranej, nuk ka gjuajtje, Joranej depërton deri në fund dhe realizon të gjitha pikët aktualisht për Vllaznimin. Lake, Guamu për Lejson Zeqirin, e pati atje kontakt me Zekicin. Edhe 4 sekonda për këtë sulm, Riley shkon deri në fund dhe realizon të implementoj është ritmi shpejt në sulm. Opa! Vjen atje treshja e Samir Zekicit. Tenton të përgjigjet dhe bën këtë në anën tjetër. Vazhdimisht do të bën presion në mbrojtje pra në perimetër. Çfarë blokade e anejt mirë, po vjen përmirësimi edhe një herë nga Dequan Lake. Sa radhe e pason, asiston dhe Joranej depërton për mrekulli, bon slalom dhe e huq Riley. Sa bukur atje, Riley ish mangë, qfar treshe, qfar aksioni. Ati koshi bukur i krijon vetës hapsin atje Andrew Gordoni. Tenton alley-oop, por këto pikët, jo me gjithate është alley-oop pikët e Andrew Gordonit. Shannon Shorter përgjigjet nga anash nga Meriton Ismaili, e vjedh këtë top Ronda Syla, depërton deri në fund për mrekulli. Bashkëpunojnë, vonohet Anej, mirë po e përmirëson Dasylën dhe nuk është duke lëviz si duhet Lake kësaj here, mirë po gjitha këto dilema ispastron Armin Rushiti kundër sulmi shpejt. Zekici bukur për mrekulli, hapin anash. Nuk ka shënim, Gordon e blokon atje, kundër sulmi shpejt, Samir Zekici, situat 3-1, për mrekulli atje, kundër sulmi shpejt. Këto në ato kundër sulmet, të cilat për Samir Zekicin, i cili tenton për 3 pik dhe realizon. Lake dhe Anej luftojnë në postin e ult atje. Dequan Lake për mrekulli, qerekun e partë 18 me dhejt, Jerry Helms e shpëton këtë top ati koshi në qastet kritike. Koha kishte skaduar për sulmin e bashkimit. Jerry Helms tenton me 3 pik dhe vjen treshja e 2-3 me pengon Andrew Gordoni, dueli me Derrick Wilsonin, e blokon kësaj here Dequan Lake përgjigjet në atë blokat të vetën me blokat. Lejson Zeqiri për mrekulli, koshi pranohet. Por mrekulli atje edhe një herë. Shorter për Janje, lëvizje bukur mashtruese Janjevas. 3 asistime, 3 kërcime. Në anën tjetër, shkon deri në fund dhe realizon dalet në mënyrë të paljuar Andrew Gordon. Nga Muhamed Ali Janjeva u vonua mbrojtje zonale e Vllaznimit, po pa mundsojnë atje tentimet. Meriton Ismaili mbi Samir Zekicin, edhe 5 sekonda, Shorter me 3 pik. 61 me 49. Bashkimi definitivisht Anej tenton të pengon, e bën këtë vutën me kërcim. Çfarë blokade nga prapa Joranej. Helms për Wilsonin, shpejt lëviz topi, Dasyla depërton deri në fund me ngulitje mbi Kenny Wotonin, i hatashëm Ron Dasyla.
kërkojnë faul atje. Shorter tenton, edhe treshën e realizon. Kanë të lashe me rivënjën e topit. Hellem s'ka një pozitë vështirë në qintat e fundit. E dërgon kur kishte skaduar sulmi. Riley në anën tjetër përgjigjet me këte 2 pikësh. 8 kërcime. Edhe një top i vjedhur nga Ronda Sylla, i cili ik shpejt. 13 Shorter dhe 11 Zeqiri Lejsoni, i cili e ka topin, e kthen në anën tjetër të Shorteri, i cili bombardon dhe pikën e tij të 16 shënon. Anej, pick and roll. Ronda Sylla tenton dhe Roni sonte. Lejson Zeqiri me treshën e tij, i ftohtë si akull. Pengon atje Wilson për mrekulli. Lejson Zeqiri me këtë alley-oop sa shpejt. 5 pikë ekspreset të Lejsonit për të rikthyre përsin 2 shifrore. Këtë top Samir Zekiqi për Hellemsin, i cili depërton dhe realizon në kundërsulm tandemin Shorter Mamu. Jovic, tentimi Lejson Zeqiri. E gabon atje, e humb topin kundërsulmi shpejt deri në fund dhe i sigurt është Iken Wamu, 81-69. Përgjigjet Wilsoni. Lejson Zeqiri me 19 pikë. Riley depërton deri në fund dhe realizon në këtë asistim të Meriton Ismailit. Janjeva tenton dhe treshën e realizon dhe kjo është goditja vendimtare. Ndërsa Golden Eagle Ylli dhe Prishtina janë duke ndeshur në Prishtinë. Në sekondat e fundit, drame vërtet atje, rezultati barabartë 80-80, ndërsa këtu ndeshja përfundon me rezultat 90-79. Së shpejti do të jemi edhe me intervistat e 2 trajnerëve